Ambasada amerikane në Tiranë nuk ka bërë thirrje qytetarëve shqiptar që të jenë të kujdesshëm gjatë procesit të aplikimit për vizë. Në një mesazh të publikuar së fundmi në rrjetet sociale, ambasada nënvizon rëndësinë e shmangjes së agjensive të vizave dhe thekson se çdo aplikant është vetë përgjegjës për informacionin e dhënë. Për të ndihmuar aplikantët është publikuar një video shpjeguese e cila udhëzon hap pas hapi në të gjitha proceset, ofron këshilla praktike dhe thekson rëndësinë e saktësisë dhe sinqeritetit gjatë intervistës. Shmangni agjencitë të vizave dhe ruajini këtë video shpjeguese në momentin që jeni gati të filloni aplikimin tuaj për vizë. Pjesë e zbatimit të ligjit do të thotë të plotësoni saktë aplikimin për vizë dhe të jeni të sinqert gjatë intervistës. Kjo video shpjeguese ju udhëzon gjatë gjithë procesit, ofron këshilla të dobishme dhe tregon detaje kryesore për të plotësuar saktë aplikimin. Keni kujdes kur të aplikoni. Ju jeni të vetmit përgjegjës për informacionin që dërgoni edhe nëse e plotësoni me një agjenci, njofton më tej ambasada, ndërsa ka shpërndarë dhe videon të cilën mund ta gjeni në rrjetet e saj sociale.